Inteligjenca artificiale, një nga fjalët më të përmendura të dekadës, po ndryshon në rrënjësisht mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe mendojmë. Nga sistemet e automatizuara në industri deri tek mjekësia digjitale, arti, edukimi dhe madje edhe komunikimi ynë i përditshëm. Inteligjenca artificiale tashmë është pjesë e pandashme e së tashmës, por edhe së ardhmës së njerëzimit. Çfarë përfitimesh sjell? A ekzistojnë rreziqe që duhet t'i parandalojmë? Dhe si mund ta ruajmë ekuilibrin midis teknologjisë dhe humanizmit? Për të folur mbi këtë temë aktuale dhe të thellë, në lidhje online kemi inxhinierin biomjekësor Ermand Mertenika, i cili merret prej vitesh me teknologjinë mjekësore dhe zhvillimet që lidhen me inteligjencën artificiale. Nëse kemi tani direkt për ta përshëndetur, mirëmëngjesi Ermand. Përshëndetje Aida dhe kënaqësi që jam pranë jush dhe është një vlerësim shumë i madh, domethënë që të jemi bashkarisht tek televizioni Maqedonisë Veriut për diskutuar për këto tematika shumë interesante. Domethënë për teknologjinë, inteligjencën artificiale. Po, është shumë kënaqësi edhe pse jo live në studio, por në një linje direkte që besoj informacionet do jenë të njëjta për të na shpalosur, por megjithatë shpresoj që në një të ardhme të afërt të kemi edhe këtu. Unë kam premtuar shumë shpejt do shihemi në studio, domethënë që të jemi live për të diskutuar pikërisht për këto, kryesisht për humanoidët, që sot meqense po hy direkt në temë, inteligjenca artificiale, teknologjia po zhvillohet masivisht, po krijon ndryshime rrënjësore pikërisht dhe po bëhet pjesë e jona. Saqë maksimumi i teknologjisë ose maksimumi i shkencës sot është eksperimentimi me anë të robotëve humanoid, të cilët janë domethënë maksimumi ku ka shkuar, të cilët janë robotët prototip njeri. Pra robotët të cilët po krijohen nga Elon Musku me shok, po e them edhe më trajt batute, të cilët po arrin të eksperimentojnë për të krijuar robot prototip njeri, pra robot komercial, që të jetë një identik i joni digital. Këtu është maksimumi i teknologjisë që po krijohet, domethënë. Dhe ajo që mua më çudit jashtë mase. Po, para se të fokusohemi që flasim për robotit, do doja një prezantim të shkurtur se si do e përkufizonit inteligjencën artificiale nga një profesionist i fushës dhe një ekspert i IT-s. Shumë e drejtë, inteligjenca artificiale është një koncept, domethënë global, që përfshihet në çdo sektor. Domethënë, po ta themi më të shpjeguar, jo shumë të detajuar që mos bëhemi shumë domethënë që të kuptohemi për audiencën, është një apo disa gjuhë programimi të implementuar në një apo disa mikrochipa ose mikrokontroll, të cilët pikërisht pra kryejnë një funksion ose disa funksione shumë të avancuara. Pra, inteligjenca artificiale është instrumenti, sot për sot konsiderohet si instrumenti më i rëndësishëm i njerëzimit. Që do thotë pikërisht pra është instrumenti që përdoret në çdo sektor dhe po na lehton punën në çdo sektor, në çdo profil. Që do thotë zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale po bën të mundën ndryshime rrënjësore, përmirësime madhore në sektorin mjekësor. Sot pikërisht pra kemi një mjekësi ndryshe nga ajo para 20 viteve, një mjekësi, një shëndetësi të shpejtë, një shëndetësi të avancuar me anë të aparaturave, me anë të softwareve diagnostikues e të tjerë. Kemi një shëndetësi pikërisht pra më të avancuar edhe në aspektin kirurgjikal, që do thotë kirurgjit, flasim në aspektin global në vendet potenciale, por gradualisht edhe në vendet tona, të cilët janë vende në perspektivë që aplikojnë teknologjinë e inteligjencën artificiale. Sot kirurgjit bëhet për shembull me anë të robotëve, Da Vinci Robotic System, një sistem robotik ose një kirurg digital i krijuar pak vite më përpara, gjatë të cilës bën kirurgji precize të saktë, që do thotë pacienti futet në kirurgji sot dhe del po sot, ose futet në kirurgji sot dhe del nesër. Imagjino çfarë ndodh domethënë. Inteligjenca artificiale po ndikon pozitivisht në arsim. Sot pikërisht pra me anë të teknologjisë kemi didaktika digjitale mësimdhënies ku si profesorët apo dhe studentët mund të perceptojnë më së miri mësimet. Për shembull, në fakultetin e shkencave mjekësore, para shumë vitesh, ishte anatomi gjëre gjatë, një libër masiv të trash,
ku ishte vështirë që të studiohej etj që të mbahej mend, sot ke anatomi digjitale që duket sikur një mjek i ri apo një student i mjekësisë futet pikërisht në atë anatominë digjitale, duket sikur është fiks në një sallë kirurgjikale virtuale. Inteligjenca artificiale në botën e medias, kamerat robotike, sistemi IT-s, pjesa e broadcastit janë zhvilluar masivisht, domethënë unë edhe si një ekspert i IT-s prej shumë vitesh, realisht lodheshim temase për të bërë të mundur një krijimin e infrastrukture të rrjeti, konfigurime servera, sot çdo gjë është bërë automatike, po thjeshton punën tonë. Në industrinë e automobilave, domethënë aty ku prodhohen, para shumë vitesh kishe një staf të madh punonjësh, edhe produktiviteti mujor ishte shumë i ulët. Për shembull 10 automobila, 20 automobila, kurse sot kemi një staf të vogël punonjësh dhe pjesën tjetër e bën gjithë krahët robotik dhe produktiviteti është masiv, domethënë në një sektor tjetër, në agroturizëm, për shembull fjala vjen, apo në bujqësi, kemi sisteme spërkatje të ujit në mënyrë inteligjente, në mënyrë domethënë automatike, spërkatjen pikërisht pra të elementeve kimik e të tjerë. Madje sot po eksperimentohet me anë të inteligjencës artificiale dhe turizmi kozmik. Para pak kohësh ne kemi parë një konkurrencë shumë të fortë midis Elon Musk dhe kompanisë së tij StarX dhe Jeff Bezosit me Blue Origin, gjatë të cilës po krijojnë me anë të teknologjisë promovimin e turizmit kozmik, gjatë të cilës njerëz, qytetarë të cilët janë të apasionuar për të parë planetin blu nga jashtë orbite, pra ja mundëson këtë gjë. Në platforma të ndryshme digjitale, në telemjekësi për shembull sot bëhet me anë të inteligjencës artificiale, bëhet të mundur diagnostikimi i pacientëve të cilët ndodhen në zona shumë të largëta rurale për shembull, po e themi shqip në male apo në fusha që janë larg qendrave, larg spitaleve universitare. Që do thotë një mjek real diagnostikon një pacient me anë të rrugëve të IT-s, telemjekësisë, telehealth system. Sot janë krijuar asistentët virtual, janë krijuar chatboxet, janë krijuar ChatGPT-a, fatmirësisht një shqiptare, jemi mjaft të lumtur kur dëgjojmë pikërisht pra shqiptarë të cilët spikasin në botë. Po, dhe kjo është gjë shumë e mirë, domethënë, gjatë të cilës me anë të chatboxit, ChatGPT-s Copilot na u është kthyer si shoku ynë më i ngushtë, domethënë shoku digital për një pyetje që kemi, për një paqartësi që kemi, menjëherë shkojmë tek ChatGPT-a apo ke Copilot, që është një tjetër aplikacion i Microsoftit, dhe gjejmë çdo përgjigje. Por inteligjenca artificiale krahas zhvillimit masiv, krahas ndihmës madhore që po na jep ne, pra i njerëzimit, ekzistojnë disa efekte anësore gjatë të cilës deri diku mund të ndikojnë negativisht. Kush janë këto për shembull? Gjëja e parë, inteligjenca artificiale po na bën dembel, që do të thotë nëse ne gjërat i gjejmë gati, atëherë ne nuk po e vrasim mendjen. Po llogaritën si disavantazhe apo jo? Këto llogaritën si disavantazhe, po. Ja, sigurisht. Ne për shembull fjala vjen po humbim konceptin social para 15 vjetësh, 20 vjetësh, një shoqëri e pastër, një shoqëri ku ishim interaktiv me njëri tjetrin, kurse sot shoku ynë më i ngushtë është bërë roboti, po e them trajt batute. Shoku më i ngushtë është bërë ChatGPT-a, pra duket sikur po na dominon apo po na zëvendëson në mënyrë indirekte. Është koncepti i introvertizmit, siç e përmenda domun, koncept domethënë ose patologji psikologjike. Ku të gjithë njerëzit janë të fokusuar ke telefoni, ke tableti, shoku i tyre digital, shoku jonë digital. Madje edhe një pyetje më ka bërë një kolegu im Erman, tha mos është më shumë sa cili është shoku im më i ngushtë, një njeri apo një AI. I tha shumë, këtu i ke rënë pikës, inteligjenca artificiale shoku më i ngushtë për momentin. Kështu që tjetër gjë, pastaj jo vetëm për juve si eksperti IT-s. Po, sot neve për shembull duhet t'i japim një mesazh sensibilizues të gjithë prindërve. Për shembull, fjala vjen që të dinë të menaxhojnë fëmijët e tyre në përdorimin e instrumentave të AI-s, telefonëve, tabletëve, celularëve, sepse sot shikojmë fëmijë të vegjël mosha 1 vjeç, 2 vjeç apo parashkollor, të cilët gjithkohon me telefona në përduar janë bërë shumë, domethënë janë bërë shumë pronë e tyre, në sensin pikërisht pra që nëse ja heq telefonin fillojnë dhe qajnë. Kjo është gjë problematike, sepse krahas duke pasur parasysh që fëmia qëndron gjithkohës në telefon, atëherë mund shfaqet probleme optike, oftalmologjia, shfaqet patologjia e miopis, problematika,
Patjetër, probleme të ndryshme psikologjike, shikojnë video, reelse të ndryshme nëpër TikTokera, nëpër Instagram etj. Problem tjetër, probleme me atë shtyllës kudizore. Nëse qëndrojnë për një kohë të gjatë, pikërisht pra duke mbajtur posturën e qafës në këtë formë, atëherë fillojnë në deformacione të kordës spinale të shtyllës, cervikali, lumbari që do detyrojë pikërisht pra që t'i dërgojë fëmijët apo dhe të tjerë na dërgojnë neve pikërisht për trajtim të avancuar ose normal në një fizioterapeut, në një fizioterapist apo në një ortoped. Pra ekzistojnë pikërisht pra disa asaj defekte. Ajo që unë desha të them pikërisht vërtet inteligjenca artificiale, teknologjia po na ndihmon më së miri. Ne duhet të dimë të menaxhojmë raportin midis AI-s, gjithashtu edhe raportin social. Pra duhet një balans shumë e mirë, që unë mendoj që është përgjegjësi e kësaj është secili. Është përgjegjësi subjektive, që të di ta përdori teknologjinë, instrumentat e AI-s, telefonat, tabletët, laptopët, çdo gjë tjetër me një mas të kufizuar të caktuar. Jo gjithkohon 24 orë sepse shfaqet problematika. Një tjetër gjë, një mesazh tjetër, qëndrimi për një kohë të gjatë në telefon ndarkët shkakton probleme me gjumin, pikërisht pra ekuilibrin e gjumit, pra dhe të tjera. Kjo është ideja, madje unë jam çuditur që Suedia, një ndër vendet më të zhvilluar të teknologjisë sot, po arrin pikërisht pra që t'i vendosi fëmijëve apo dhe studentëve që të heqin telefonat gjatë kohës. Kam dëgjuar për këtë, po. A do të thotë kjo që po shkojmë drejt rrezikut të shëndetit tonë, Ermand? Rreziku, shumë pyetje drejt që ke bërë Aida, realisht është një gjë që inteligjenca artificiale mbart edhe pak rreziqe që unë e përmenda, por që risku kryesor i inteligjencës artificiale është zëvendësimi. Pra, ne po na dominon inteligjenca artificiale, por po na dominon në mënyrë indirekte, që do thotë për shembull, po përdoren sot sistemet robotike, po përdoren sot programues digital. Pata parë pikërisht pra një lajm para pak kohësh vjet ka qenë që inteligjenca artificiale kishte krijuar dhe robot programues, të cilët të bënin një software për pak minuta dhe një website për pak sekonda. Por lajmi i fundit që mua më ka çuditur dhe është një lajm i mirë, edhe mua. Është inteligjenca artificiale kishte krijuar Po, shumë e vërtet. E ke fjalën për robotin në Kaliforni, apo? Ua, fiks është ajo që mua më pëlqeu. Për gjithë shikuese që... Po. Për të gjithë ata që t'jenë vëmendshëm tani, domethënë, është që është krijuar një robot humanoid neo që u vjen në ndihmë grave në punë të shtëpisë, sepse gratë lodhen gjithkohën dhe në punë të shtëpisë, në gatim etj. Ku ta gjejmë që ne meshkujt të marrim një robot të tillë që t'u vinë në ndihmë grave, domethënë që mos na lodhen se mezi kemi. Që do të thotë për ju me meshkujt është një gjë e mirë, ja tek e kemi fotografinë e robotit. Kush e ka mundësinë ekonomike, ne meshkujt jemi pak ka shumë të detyruar që gruas tonë Po ja, tek e kemi edhe videon ku shfaqet se si ndihmon atë çiftin aty ulur roboti. Edhe shikoja i dasa interesant, vjen ai roboti me atë qetësinë, me atë domethënë gatuan, të jep atë kafen e mëngjesit, të bën ato punët, ja pastrimin e shtëpisë. Këtu, domethënë është terezi e papar. Për një koston $20,000 nëse nuk jam gabim. Jo, je shumë sakt. Për një sistem humanoid robotik, $20,000 që çfarë bën çuditëra. Ja, domethënë. Dhe e ke gjatë gjithë kohës në shtëpi. Po ka orar ky robot ose nuk ka orar, Ermand? A ka orar? Unë mendoj që ky varet nga bateria. Në sensin pikërisht pra që duhet menaxhohet nga ne, për shembull kur i mbaron bateria duhet zëvendësohet ose është me karikim etj. Por që ajo që është më çuditshme është që është krijuar edhe makinat copilot, automjetet, të cilët në Kin duke kishte dalë një lajm Aida shumë interesant, që sot janë krijuar edhe automjete copilot, automjete ose taksi pa shofer, që do të thotë pikërisht pra ti mjafton ta porosisësh, taksia aty të vjen, ndjek pikërisht atë Google Mapin në mënyrë inteligjente dhe të çon në destinacionin e duhur. Pra, ne shikojmë që teknologjia dhe inteligjenca artificiale po sjellin aspekte beneficiare. Sigurisht, por çuditem për disa deklarata. Unë jam fan shumë i madh i Elon Musk, sigurisht. Edhe Jeff Bezos, se treshja e teknologjisë sot trekëndshi. Janë ato, po. Elon Musk, Jeff Bezos dhe Bill Gates janë pikërisht ata që po çudisin gjithë botën. Më pëlqejnë
një pjesë për këtë robotin, Ermand, kur jemi te ky roboti, me qenë se vazhdimisht po paraqiten edhe fotografitë dhe video, jam kurioztare të di, do jetë edhe në shtetet evropiane shumë shpejt, ose ke informacion? Mendoj që po, përderisa është krijuar dhe me ato kosto është gjëja më pozitive që mund të ekzistojë. Gratë, vajzat kanë shumë përgjegjësi, nënat, sepse vazhdimisht pastrojnë shtëpitë e tyre, gatuajnë etj, mbajnë fëmijët. Ku ka më bukur se të jetë edhe një robot humanoid që të bëj punë të shtëpisë. Që do të thotë ju e llogarisni si pozitiv këtë lajm, ju si eksperti IT-s. Unë e mbështes maksimalisht, domethënë ndihem shumë i gëzuar realisht, domethënë për këtë. Por më çudisin për shembull disa deklarata të Elon Muskut që thotë brenda vitit 2040 do ketë 1 miliard robot humanoid, etj. Kanë disa deklarata të çuditshme, po Elon Musku ka i gjë, se unë jam fan shumë i madh, domethënë, çuditëra bën, ato që deklaron i bën, duket sikur teknologjia, domethënë, ne kemi qenë shumë të vegjël kur kemi parë filma fantastiko-shkencor që krijoheshin nga Hollywoodi, madje i Aida, ky roboti Neo këtu më kujton një film shumë interesant, një film që ka qenë njeriu 200 vjeçar, ku ishte një patriark në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kishte blerë një robot humanoid fiks për këtë punë. Po pra, deri më tani lante rrobat. Ua! Deri më tani këta robote kemi parë, Ermand, vetëm në filma, në fabrika, ndërsa tani do t'i kemi në përditshmërinë tonë. Por, kjo më e çuditshme dhe më e bukur, sepse ajo që ne kemi parë ku kemi qenë të vegjël, duket sikur Hollywoodi famshëm i ka ideuar me filma fantastiko-shkencor që nëna dukeshin, këto do bëhen reale. Dhe djepi i teknologjisë në Kaliforni, Silicon Valley, po i ekzekuton, po i krijon, domethënë. E shikon çfarë bëhet, domethënë. Unë mendoj që që në vitet 90, që në vitet 80 janë ideuar filma të tillë, edhe sot po krijohen. Sot po bëhet realitet. Është gjë më e bukur, por sigurisht ne përmendëm dhe pak a shumë më përpara që duhet të dimë të menaxhojmë deri në një farë limiti teknologjinë e inteligjencës artificiale, kryesisht me fëmijët tanë. Prindërit duhet të sensibilizohen që t'i vënë një kohë të caktuar kufizimi fëmijëve në përdorimin e telefonave, ato lojrat tërkohës, domethënë, duhet më shumë të promovojmë ose më saktë duhet më shumë të influencojmë leximin, të influencojmë aspektin që problemet i zgjidhim me anë të logjikës dhe jo me anë të logjikës tonë organike, ti mendojmë gjërat më mirë dhe jo me anë të inteligjencës artificiale, sepse kështu do rritet koeficienti i dembelizmit dhe unë dua të bëj një shprehje shumë çuditshme, dua ta deklaroj këtë, që do thotë zhvillimi i inteligjencës artificiale në mënyrë të vazhdueshme dhe progresive po sfumon deri diku koeficientin e inteligjencës tonë natyrale. Por, inteligjenca artificiale nuk mund të funksionojë në mënyrë autonome, që do thotë disa janë të friksuar, po na vë vendet e punës, po na zëvend sot, është e pamundur. Inteligjenca artificiale menaxhohet nga ne, nga inteligjenca natyrale. Ne jemi ata të cilët japim push the button, japim triggerin që të funksionojë, por duhet të dimë ta menaxhojmë për qëllime shumë pozitive. Për shembull, keq përdorimi i inteligjencës artificiale është edhe në aspektin militar, në ushtri. Sot nuk ka më luftra me anë të njerëzve, sot ka luftra me anë të dronëve, të teknologjisë lartë, me anë të tankeve robotik. Domethënë, po shikoja edhe një lajm shumë interesant që vazhdon të jetë ky konflikti midis Ukrainës dhe Rusisë. Ukraina, një vend që kishte që edhe unë kam ulëmtuar pak, një vend shumë i spikatur në prodhimin e dronëve ushtarak. Pra, duhet t'i menaxhojmë gjërat sa në mënyrë të shëndetshme dhe jo ta keq përdorim inteligjencën artificiale, sepse nëse inteligjenca artificiale është instrument shumë i mirë, por edhe është një armë shumë e fortë. Që do thotë, nëse ne përdorim më së miri inteligjencën artificiale, inteligjenca artificiale maksimizon, domethënë ose shumë fishon aspektin pozitiv. Nëse ne përdorim për aspekte negative, atëherë inteligjenca artificiale kthehet bumerang. Është armiku jon, domethënë numër 1. Po, shumë ekspert madje edhe mendojnë se desha të prek edhe diçka tjetër. Po. Desha të përmendë diçka tjetër, Aida, që u mor fillimisht si me shaka në lidhje me këtë çipin e Neuralinkut të Elon Muskut, i kemi dëgjuar gjithë, që solli një aspekt shumë pozitiv në shëndetësi, pacientët të cilët pikërisht pësonin
paraliza për shembull lokale apo generale nga dëmtimet cerebrale në tru apo në një aksidente tjerë të ndodhur, ky çip ishte shumë fantastik, sepse është i pajisur me disa fije mikroneuroelektronike që bën të mundur lidhjen e neuroneve që t'i rikthej të rehabilitoj pacientin dhe ta rikthej atë në gjendjen fillestare që të ketë mundësi të lëvizë, të ngrej dorën, të marrë një shishe me ujë, një gotë, e të tjerë. Pra se u marrë si fillim si për shaka ky qipi Neuralink i Elon Muskut, por rezultoi i aplikuar në 3-4 pacientë dhe ishte shumë pozitiv. Pra çuditëra po ndodhin, software-ët po zhvillohen, teknologjia, pajisjet po krijohen nga më të ndryshmet, pajisje neurorehabilituese. Pra, unë shikoj shumë pozitive dhe ndihem shumë hiperaktiv të kjo pjesë. Ermand, duket fiks sikur e di çfarë ndodh Aida dhe një detaj të fundit? E di çfarë ndodh, domethënë? Se po e them edhe pak si për batut këtë. Domethënë duket sikur çohemi në mëngjes, kryesisht unë flas për vete, meqense se jemi pjesë e teknologjisë, në fushën e teknologjisë pa apasionuar. Duket sikur sa zgjohesh në mëngjes, lajmi i parë që shikon Elon Musku, 1 miliard robot. Çohesh të nesërmen thot Bill Gates, 2 ditë do punojmë, pjesën ditë të tjera në javë do punojmë se është inteligjencë artificiale. Çohemi një ditë tjetër, lexojmë Elon Muskun që thot, do shkojnë njerëzit në Mars. Pra, duket sikur pikërisht pra ne po na fusin në një botë metaverse që nuk ke nevojë ta pish kafën e mëngjesit fare. Deshe, po të imponohet në një farë forme. Të imponohet. Ermand, po inteligjenca artificiale si ndikon në rolin e inxhinierëve biomjekësor, meqense me profesion jeni inxhinier biomjekësor? Inteligjenca artificiale ndikon shumë pozitivisht, po unë ndihemi friksuar Aida. E di pse ndihemi friksuar unë? Se nesër pas nesër do dali një humanoid robot si Eneo dhe do jetë inxhinier biomjekësor robotike dhe bëj punën. Dhe mua do mblej me pushime. Dhe nuk do përmendet pastaj emri juaj. Po, domethënë do harrom komplet. Do dal fiksi Elon Musku që thot ne do shkojmë me pushime, thot punën tonë do e bën roboti. Se bëm edhe çik tak për batut. Por inteligjenca artificiale ndikon shumë pozitivisht, sepse sot kemi pajisje mjekësore të azhurnuara, kemi software shumë të zhvilluar, të cilët pikërisht pra arrin që të trajtojnë, të diagnostikojnë më së miri, me saktësi të lartë pacientët për të marrë pikërisht për trajtimin e duhur. Siç e përmenda pak a shumë robotët kirurgjikal, të cilët ndikojnë shumë mirë në kryen e kirurgjive sa më të sakta, sepse inteligjenca artificiale është gjumë matematikore. Nuk gabon. Domethënë, nëse inteligjenca natyrale karakterizohet dhe nga një inteligjenca emocionale, inteligjenca artificiale nuk gabon. Tjetër gjë, domethënë, sot janë krijuar dhe programa apo software të cilët mund të parashikojnë problematika, shfaqjen e për shembull e masave tumorale apo lezioneve kancerogjen, si të parandalojë, më zhvilluar që të parandalojë problematika të ndryshme. Para shumë vitesh për shembull dy kanë qenë sëmundjet të cilët kanë të kurrur njerëzimin. Sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet zemre dhe sëmundjet tumorale, kanceri. Sot, sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet kardiopulmonare, pra sëmundjet e zemrës, me atë teknologjisë kanë filluar pikërisht pra që të rrisin, të trajtojnë të sëmundje dhe të rrisin jetëgjatësinë mesatare pikërisht të njerëzve, qytetarëve. Por ai që unë shikoj diçka të çuditshme, robotët sigurisht, ajo që mua më çudit dhe i diku është që po krijohen kaq shumë robot, po krijohen kaq shumë koncepte të AI-s, por që çështja është e kancerit vazhdon akoma një problematik shumë madhore që nuk po gjehet zgjidhja. Po, Ermand, mua më vjen keq që gjenet të parandalohet. Mua më vjen shumë keq që këtu duhet ta ndërprejmë këtë bisedë, meqense jemi në fund të programit. Mos e vrit Aida, mos e vrit mendjen fare kur jemi në studio. Do doja shumë që të kam në studio sepse vërtet ka shumë tema që mund të trajtohen lidhur me inteligjencën artificiale. Do ta kushtoja komplet emisionin juve për 2 orë të plota sepse kaq ka të flitet. Kështu që të uroj shumë suksese në punën dhe rrugtimin tënd që bën, të kemi njësht në shqiptarët, pa dyshim, dhe jemi krenar që të kemi, por që uroj që në një të ardhme të afër të takojmë këtu dhe të debatojmë së bashku. Për mua një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush dhe ndihem vërtet i vlerësuar. Ju përshëndes. Gjithashtu, përshëndetje edhe për gjithë shqiptarët atje. Ditë mbar.